Arbatin, qarkun e Elbasanit, dhe je përfaqësuese e të rinjve dhe trejave këtu. Çfarë do t'i thotë Sara të rinjve të qytetit të Elbasanit? Për dëshmërinë time, njoh të rinj të jashtëzakonshëm. Punoj me ta, i njoh, më frymëzojnë, i frymëzoj. Dhe ka një klim aq të mirë të rinjsh, por këta të rinj janë aq të padukshëm. E këta të rinj shumë herë mërziten aq shumë për këtë qasje kaq të padukshme, saqë më pas rrokin edhe shohin t'i gjejnë mundësitë tjetër kund në botë apo ku do qoftë. Thirrja ime për gjithë të rinjt është dukuni. Bëjeni veten të dukshëm, spikasni në çfarë do lloj fushë qoftë, talenti, pasioni apo ajo që ju doni të bëni në jetë. Ëndorroni hapur, thojeni me zot lart, kërkojeni, vraponi drejt tyre. Ndoshta nuk do arrini deri në fund, por gjithmonë një herë do ta arrini. Kështu që guxoni, jeni vetvetja edhe kapeni.